ardhje në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Të nderuar dëgjues, fillimisht do shkojmë në këngë me cilën ju përshëndes gjithëve dhe do të vazhdojmë me vargjet e poetëve dhe poetëve që i kemi përzgjedhur për sonte për të sjellur këtu para jush. Disponim të kanë shumë vazhdim. Jemi rikthyer të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt të letrar Pesha e Fjalës. Edhe njëherë ju dëshiroj mirëseardhje gjithë juve që jeni me ne dhe keni vendosur të kaloni këtë mbrëmje poetike bashkërisht me radion tuaj, Radio Vlera. Përshëndes dëgjues të parë që ishin këtu në live stream, Burbuçi Fetahin, e përshëndetje për poetën Shkurtë Berisha, poetin Nasser Xhani, gjithashtu Fatmira Aliun, poetin Kimete Krasniqi, mikun, poetin dhe profesorin Zymber Hasani, një përshëndetje edhe për rapsodin këngëtarin e madh Mehmet Isen Petrovcin, po ashtu përshëndes edhe vërtet edhe poetin mikun Hakimorina nga Zvicra, Sabile Sadikun, që e di, Naile Berishën e përshëndesim, gjithashtu poetja Mikja Kimete Krasniqi thotë të përshëndetje miku agent për ty dhe për gjithë dëgjuesit e Radio Vlera, kudo që janë, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme në tingujt e poezisë shqipe. Faleminderit, përshëndetje edhe për juve. Sabile Sadikun e përshëndesim, thotë përshëndetje Agimgashi, ashtu dhe gjithë dëgjuesit dëshiroj një mbrëmje të bukur. Faleminderit.
Edhe ne të urojmë dhe dëshirojmë një mbrëmje të bukur stabile. Pa humbur kohë, do fillojmë me poezitë dhe e kam në dorë librin e poetës Remzia Raci Rëgjbogaj në lëndinën e Ernës, siç e dini tashmë. Poetja ka nxjerrë shumë libra dhe personazhi i poezisë së saj është Erna, engjulli i saj, i cili u ndan nga jeta në moshën më të re. Ne do shkojmë të sjellim këto vargje dhëmbje të nënës së Ernës, të poetës Remzia Raci Rëgjbogaj. Zana të malit. Ju betohem sytë e ballit, zemra do të me plasë për i mallit. Ju zana të malit, po me thuaj Erna ime, me kë unë sot të bisedoj. Plagën e zemrës t'ja tregoj, fletët e librit të jetës ime, të muajt maj do ta shletoj. Të bisedoj me zanat e malit, të ju përshpëris dhembjen e malin. Të rrëfem në mesnat hënës, apo yve lartë në qiell. E në agim me rrezet e diellit, të ju them se 18 majnë, unë çdo ditë ke datë mallkoj. Lam të mirë në jetës ime, në tërshtim ma shëndroj. Ah, ju zanat e malit, në atë pasditet e trisht të majt, pranë krevatit e Ernës i qëndroja, flokët e saja i lëllatoja, me ball e puthsha dhe sa shumë e përqafoja. Për herë të fundit me Ernën time, unë a ditë bisedoja. Lotët e sytë mi vërshonin, por nga Erna dot si largonin. Ah, ju zanat malit, qasët të rënda përjeton, të rarët të zemrës kur ju nga dalsuan, sa shpejtë të pushuan. Kur jam bylla kapakët e syve, gjithë mirësia kësaj bote aty u shua. Brenda tyre shpirt i Ernës, por si flutur, fluturoj drejt qiellit blu, engjëve tjerë me ju bashku. Duke u shëndritur si yll polar, e vendos shumë hën afër hënës. Fjalët Erna që më ka thënë, në ëndrat bukura do të vi, nën. Ah, ju zanat malit, toka qielli sukur u bashkuan, kur nga dhoma e Ernës u larguam. Të dy vëllezërit e mbanin mbi dorë, të vendosur në vetor, në atë veturën me ngjyrë të zezë që e priste në borë, nuset bukurën, në fustan të barë për të mbyllur në arkivol. Ah, ju zanat malit, ju betohen në sy të ballit, zemra du të me pëlcas prej mallit. Jo zanat malit, Ernën time kur ta takoni, shumë nga unë e përqafoni, dhe e jani me tregoni. Ah, ju zanat malit. Gjatëni me vargjet e poetës Remzia Raci Rëgjbogaj, ngjyra vjeshte. Aroma e trëndafilit ka mbetur kujtim i bukur dhe i prijetshëm. Në dritarën time, sot mu shfaq flutura shumë ngjyrshe. Flutura me ngjyrë vjeshte, me erat e furishme pranverore, e fërfëlitën larg, shumë larg. Atje për te detrave të pafund, për te maleve shkembinive. Andej lartë, shumë lartë, për mbiret bardha.
ku e priste qielli kërhapur në gjirin e vet për ta strehuar. Aty ku është qetësia e përjetshme. Në pranverën e lule vjollcës, trëndafili shumë gjyrsh u vyshk. As ujra të hyvarës s'mundën dot t'ja njohin petalet të saj. Flutura shumë gjyrshe e mori me vete trëndafilin e njohëm. Por aroma e trëndafilit ka mbetur, kujtimi bukur dhe i përjetshëm. Kujtimi bukur dhe i përjetshëm. Shkojmë me poezinë e fundit të poetës Remzi Raci Rejbogaj. Ngritet tempullin e mirësisë. Sytë e mi të parin përshafojnë yllin tim polar. Por tjerë na fleqet, kur trishtimi vazhdon me dhembjen, dhembja vallëzon duke lëtuar. Atëherë, mua me verbohen arsyeja për të jetuar. Kur mahallim godet mund zemër në djepin e shpirtit tim, të gjitha përkundën së bashku e dot nuk pushojnë. Kur vesa e mëngjesit bi petalet e trëndafilit, malli ma përvillon shpirtin, lotët në qërpik më ngrinë. Kur muzgun bremis bie, hënë lartë në qiell ka dalë. Sytë e mi të parin për shafim, përqafojnë yllin polar. Por, tjerë në fleqet, se hiet ka gjumi për jetësis, nga shpirtit shpërthën bartësia, ti solle misionin tënd njerëzor, se si duhet të jetë rinia, dhe si duhet jetë t'jenë mirësit e kompletuar në këtë botë. Ngritet tempullin që brez pas brezi do ta kujtojnë. Të nderuar dëgjuese, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Përshëndetje edhe për dëgjuesit e tjerë që na kanë bashkangjitur në ndërkohë. Me ne është këngëtarja Vlera Bardha Brahimaj, i cili një përshëndetje dhe mirëseardhje për një dëgjuese të re që është këtu, Ilirida Rejbogaj. Përshëndesim Iliridën, i dëshirojmë mirëseardhje dhe çaste të bukura. Përshëndetje edhe për mikun poetin Hasan Çiçalla, që është si zakonisht me ne. Një përshëndetje edhe për poeten Selvete Dervishi Nimoni, gjithashtu Sabit Gashin e përshëndes, aktorin dhe regjisorin Smajl Ushtaku, që është me ne, miku Smajl. Gjithashtu e përshëndesim, thot mirë mbrëma Radio Vlera, ju dëgjues të nderuar, si dhe miku im, dhe mikun Agem, një Marjen Gryk, gjithsesi një Marjen Gryk, edhe nga ona ime, miku Smajl.
E në shoqërimin është edhe një dëgjuese re, Mirela Lela Naçi, për herë të parë, nëse s'gaboj, thot përshëndetje, përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje në valët e Radio Vlera. Poetja Klimeta Krasniqi të ta moj Remzie, sa dhëmshme në këto vargje, nuk kam zemër të dëgjoj. Vërtet janë shumë prekse dhe si dalin ndryshe nga një nën e cila vërtet jeta e ka sfiduar shumë. Ne është edhe Osman Sola, i dëshirojmë mirëseardhje gjithashtu dhe përshëndesim, përshëndetje edhe për Bajram Bllacën, po ashtu Hafije Mulakun e përshëndesim. Dëgjuesja rregull Fatmir Aliu thot mirë mbrëma, Gemgashi përshëndetje për gjithë dëgjuesit, përshëndetje edhe për ty Fatmire. Dhe e përshëndesim mikun Bajram Bllaca, thot përshëndetje e nderuara redaksi. Gjithsesi përshëndetje edhe njerë dhe mirë se na erdhe miku Bajram Bllaca. Shkojmë vazhdim me një këngë të bukur dhe rikthehemi për pak çaste, ju mos u largonin nga Radio Vlera sepse vërtet do të sjellim poezi të bukura, edhe vargje të bukura nga poetët dhe poetët tonë, por gjithsesi iluse poetët të cilët edhe poetët që janë me ne na kontaktojnë përmes Viberit në +33 780 545 835 për të na sjellur vargjet e tyre. Vazhdojmë me këngëtaren Bardha Brahime. Por
ndale pak më herët se sa duhet këngën, kërkoj ndjesë edhe këngëtarës edhe gjithë juve të nderuar miq. Jemi drejt për drejt në Radio Vlera, jemi në emisionin e rregullt letrar pesha e fjalës, po shpresoj që jeni duke kaluar edhe po uroj që jeni duke kaluar edhe ju bukur bashkarisht me ne, kështu që ju mirëpres nëse dikush nga dëgjuesit, nga krijuesit dhe poetët dëshiron të na bashkangjitet, është i mirëseardhur. Mirëmbrëma, mirë se na erdhe miku Hasan. Përshëndetje miku agent për juve, natyrisht edhe gjithë dëgjuesit. Një përshëndetje veçantë shkon për gjithë krijuesit edhe admiruesit e fjalës bukur artistike. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe një herë edhe nga ana jonë, po shpresoj të jeni mirë dhe uroj të keni kaluar bukur edhe këto ditë sa jemi dëgjuar. Që është e vërtet pak moti me shi, ka një herë dikton, një moti mukt, një mot jo kështu shumë i favashëm, sikur që i patëm dhe ditë me diell, kështu që po në përgjithësi mirë, padyshim. Po më vjen mirë dhe kryesore shëndetin mirë edhe tjerat bëhen. Moti ndrën, besoj mirë është për periudhën që do të po kalojmë, edhe të na ashtu parafërsisht është e njëjtë, si jemi edhe shumë larg kështu në vija erore, dikon 300 km, 350 besoj. Po me siguri na ke sjell ndonjë poezi sonte si zakonisht dhe të mirëpres, vetëm të lexoj një përshëndetje shpejt nga poetja miqja jon Remzia Raci Reçboga, i thot përshëndetje për gjithë dëgjuesit e programit. Falenderues për zemërsisht zotëri Agim Gashit, ju uroj suksese pafund në rrugtimin e juaj të mrekullueshëm. Faleminderit shumë, poete e nderuar, përshëndesim edhe ne. Shpresa Purde Memdi është me ne për herë të parë, i dëshiroj mirëseardhje, gjithashtu dhe qaste të bukura. Me ne është edhe poetja Mirushe Musa, gjithashtu e përshëndes. Mandej Ferate Gjevahire Kabashin nga Suedia, thot përshëndetja Radio Vlera, faleminderit shumë. E një përshëndetje për një poete Alisa Gjoni Kluna nga Drenasi, përshëndes këngëtarin Naim Osmani, gjithashtu e përshëndesim profesorin Bedri Hoti, gjithashtu e përshëndes për zemërsisht. I nderuari Naim thotë kënaqësi të jem me ju krijues poetë një emision që e dëgjoj me ëndje. Gjithsesi Naim do shkoj edhe një këngë nga jotja e vesa kisha bërë gati pas pak. Të përshëndes edhe unë, me siguri edhe miku Hasan të përshëndet. Patjetër e përshëndes edhe miku Naim, natyrisht edhe gjithë, po them gjithë ata që na kanë përshëndet, që janë të pranishëm edhe që janë pasionant fjalës bukur artistike. Shkojmë tutje, Agim Zeqiri nga Kanada, ja përshëndetje për ju, Agim Gashi, si edhe gjithë dëgjuesit ku do janë, jetojnë e punojnë, respekt, nder për të gjithë, kaloni bukur mbrëmjen, faleminderit shumë. E poetja Alisa Gjoni Kluna thot punë të mbarë, paqe i nderuar Gashi. Vetëm suksesen punën. Përshëndes edhe dëgjuesit tuaj me respekt, Alisa Gjoni Kluna. Faleminderit Alisa, ne të përshëndesim. Me ne është dhe Shukria Juseni, dëgjuesja rregullt, edhe kështu me radhë Shukria shruan përshëndetje Agim për ty dhe gjithë dëgjuesit. Faleminderit Shukria. Edhe një herë përshëndes. Dhe mund shkojme me poezitë miku Hasan. Atëre po vazhdoj miku Agim me poezin Rastësi. Dhe thonë se rastisht lindin mrekullit. Dhe thonë se rasti qenë ka mbret i botës. Beson që rastisht u ndan horizontet, beson që rastisht të dashurit takohen. Rastësisht u thoja me trenin e vonë. Në peronin e parë marr ulsen pranë dritarës. A thua rastësisht mu shfaqet ti si gjan dhe germat e emrit tënd të gjej në reklama. Rastësisht u takuam apo pritem rast, të u thojmë ne bashk në përkujtime, për dritën e Ylbert do vë sot bast, që rastësisht bashk do vdesim e shtrenjta ime. Që përgjëzoj për këto vargje bukura, faleminderit shumë.
mund të vazhdoni. Si dush miku agem, dash po pres, dash po vazhdoj tutje. Vazhdo, lirisht. Faleminderit. Dhe prap vjen një ditë, sot soset nata, dhe hijet për dridhen kujtimeve në ekstaz, për ironi të fatit, në zemër vjellën gata, e me vargje shtjektimi, pikturon një imazh. Dhe lisi i tharë blerën si për mote, ksilografi nxjerr si për të shkronjat e para, si urata shprese, a me ledron pa nota, dhe prap sjell një dit i dile të bardha. Kjo ishte poezia radhës miku agem. Faleminderit, shpresoj një poezi vërtet e bukur, si zakonisht ne vetëm pak do shkojmë të re poezit e poetës Kimete Krasniqi, ne mandej vazhdojmë ne prap me poezit e tjera. Ne ka sjell si zakonisht të recituara nga ajo, të shpresojmë që do të dëgjohen. Apo jo, vetëm pak një qast, ndoshta kam mbyllur mikrofonin atje, do të shoh. Besoj që në çdo të kemi të lashe, çdo gjë do të jetë në rregull. Të uroj që të dëgjoni këtë poezi. Nëna të jep fjalë. Shiko bia ime nga atje ku dielli lind, si një zog shtektar kam ardhur një ditë. Atje bia ime hëna ku bën dritë, në advent të bukur s'pari hapa syt. Si ti që je sot atje e vogël isha, e lumtur pa fund në mes luleve u rrita. Atje kam pir ujin që rjedh në shpatije, i pastër si loti i ftohur ndër hije. Atje ndër atë qiell me yje plot, atje shumë kam qeshur, shumë kam derdhur lot. Atje bia ime ku prindrit i kam, më shumë dashuri emrin ma kanë dhënë. Atje në ato fusha, në ato rrugë malore, atje i kam kujtimet më të bukura rinore. Atje shumë kam parë, shumë kujtime kam, atje në atë vend me mendime jam. Pra natyre maleve gjendet një shtëpi, atje shumë kam lozur, kur kam qenë fëmijë. Në atë vend të bukur kalova rinin, atje për herë të parë ndjeva dashurin. Dëgjoj bia ime, nëna të jep fjalë, një ditë do të kthehemi andej nga kemi ardhë. Atje do të kthehem në atë vend të bardhë, se në tokën time dua të kem një varr. Poezia që do ta recitojmë në vazhdim titullohet Mësues. Poezia që do ta recitojmë në vazhdim titullohet Mësues pse të morën. Kjo poezi i kushtohet mësuesit Mehmet Ajrizi, ish i burgosur politik i cili u arrestua në klasë para nxënësve të tij. Mësues pse të morën. Se harroj atë ditë, atë moment të vështirë, kur ty mësues të morën, s'na thelam të mirë. Kur në derë trokiti dora gjakatare, ne të gjithu trembëm, e ti s'lëvize fare. Ata barbarët në shqip të folën, të morën për krahu e nga klasat të nxorën. Aty mbi tavolin të mbeti ditari, e ne të trishtuar filluam se qari. Ishim shumë të vegjel, të dinim se ç'po ndodh, e ti me buzëqeshje na bëre me dorë. Me vrap dolëm jashtë të shihnim nga naike, për pam vetëm tymin e makinës armike. Me lot duke qaru kthyen në shtëpi, nga prindrit mësuam se s'do të kthehesh më te. Sa shumë të deshëm mësuesi ynë i parë, zot harrojmë ndër breza, me ty jemi krenar. Ishit si dy lule. Ishit si dy lule që Ishit si dy lule. Ishit si dy lule që rriten mbi bar, jetën e filluat me rrugtim të mbar.
Shumë të ri ishit, plot me dashuri, rriteshit si lulet e freskta ndër shi. Në shkollë ishit të zellshëm ndër fëmijë të dalluar, vëmendje të ndritur të etur për të mësuar. Shqipja me shumë motra, Latifi veç një djalë, ishit për çdo të mirë, shembull për t'u marrë. Jetën sa filluat, kishit shumë vullnet, të bëhesh i punëtor, të arrinit shumë në jetë. E kur mbi Kosovë ty me flak në aran, barbare të tërbuar në ndoqën e navran. As njerin se kur syen fëmijën as plakun, vranë e masakruan lirisi vun lakun. Ishte ditë e kopshme të rrethuar mbetëm, ju rat në dorë të armikut e ju amori jetën. Na ditë të kopshme kur një prit ju dolën, rënuan çka gjetën njerëz në shtëpi dogjen. Edhe pse të rinj të njom si dy lule, nuk ju tremet syri vdekës ju përkulet. Ato duar të zeza pa mëshirë ju morën, si dy zogjt në qiell hovin ju andalen. E gjaku ju rodhi në përbar të njom, për të mos u tharë si lule me arom. E nën mjera humbi dy fëmijë, shqipen si zan mali, ishit si dy lule. Ishit si dy lule. Ishit si dy lule që rriten mbi bar, jetën e filluat me rrugtim të mbar. Shumë të ri ishit, plot me dashuri, rriteshit si lulet e freskta ndër shi. Në shkollë ishit të zellshëm ndër fëmijë të dalluar, vëmendje të ndritur të etur për të mësuar. Shqipja me shumë motra, Latifi veç një djalë, ishit për çdo të mirë, shembull për t'u marrë. Jetën sa filluat, kishit shumë vullnet, të bëhesh i punëtor, të arrinit shumë në jetë. E kur mbi Kosovë ty me flak në aran, barbare të tërbuar në ndoqën e navran. As njerin se kur syen fëmijën as plakun, vranë e masakruan lirisi vun lakun. Ishte ditë e kopshme të rrethuar mbetëm, ju rat në dorë të armikut e ju amori jetën. Na ditë të kopshme kur një prit ju dolën, rënuan çka gjetën njerëz në shtëpi dogjen. Edhe pse të rinj të njom si dy lule, nuk ju tremet syri vdekës ju përkulet. Ato duar të zeza pa mëshirë ju morën, si dy zogjt në qiell hovin ju andalen. E gjaku ju rodhi në përbar të njom, për të mos u tharë si lule me arom. E nën mjera humbi dy fëmijë, shqipen si zan mali, Latifin djalë të ri. Me lotë e mërzi nëna vajtoj, qielli u rësua, dhëmbja i kaploj. Ju fliuat jetën ratë si dy heroj, ndër vite dhe shekuj, populli do t'ju kujtoj. Bi këtë tokë të bekuar u ngritët në lapidar, e armiku i egër iku nga kishte ardh. Ne përgëzojmë poetën Kimete Kasniqi, falenderoj shumë për vargjet e bukura që ne ka sjell dhe uroj suksese edhe në vazhdimsi. Miku son do ta sjellim edhe mikun Smajlu Shtaku këtu, besoj që do të kemi sukses, pasi që fillimisht ne i Osmani thot ju lumtë mendja dhe pena poeti i Kumbit Hasan Qyqalla. Faleminderit i nderuar. Faleminderit. Gjavahir Kryzim në përshëndes, drita e Nuzin dhe gjithë dëgjuesit që janë me ne. E kemi, apo jo se kemi, nuk e di, ndërsa kemi duket mikun Smajlu Shtaku këtu, është në thirrje, është në tentativë për të lidhë, gjithsesi e presim për pak qaste, besoj që nëse s'është i zënë, ka shkruajt dhe do ta marr. Por nuk u përgjigje miku Smajle, nëse je duke na dëgjuar, mos muj me të thirr ty, por ti do të më thirr drejt në grup edhe pa tërkiti e mrena këtu.
Të përshëndes edhe Jakub Dobrën, kushëririn me nën, një përshëndetje për Natashën që në ndjek vazhdimisht dhe në ndjek nga vendi i punës, i urojmë punë borë dhe sa më pak lodhje. Po, Miko Hasan, do vazhdojmë me ndonjë poezi, apo si Po mund të vazhdojmë nëse. Lirisht veçorna. Atëre po vazhdojmë me poezinë e radhës. Lutem në planetin tim, me lërë të qetë sonte me gotën time, me vargun që lind poetet, me sytë e saj të pafaj, me hijen në valë të rinit, me pikturën në vaj. O, mos me transversonte, shekujt kam mbi supe, e plagët bart në gji, me një cup madheo, me një planet dashuri. Me lërë të qetë sonte, në planetin tim dashuri. So lodhëm kur së dashuri, as on e as te. Kjo ishte poezia e radhës. Faleminderit shumë, lumt. Faleminderit. Mund të vazhdosh. Atëre po vazhdojmë me poezinë e radhës, motet e humbura. Këngë emigrante. Mbrëm radhën lotët gur, e qava, sa do të spraja. I mora për engjëj, me djaj undava. Mbrëm i shkrova letër Zotit, për këtë mot myku, me det heu me det. E në vend të ngushëllimit, hirsja e shkret. Zoti nuk theu përgjigje, siç duket priton të shkrua një emigranti pa adres. Vendbanimi ti ndryshon çdo muaj, e flan në trishtim, e zgjohet me shpresë. Mërgjimtari është kalendari i moteve të humbura, pa dhe. Apo jo, loti im që nuk bie për dhe. Të lumt, është një poezi e bukur. Atër për lëm hapësira dhe tjerë ose që ke poezi tjera? Do shkojmë, po do të bëjmë një shkputje dhe do shkojmë me pak muzikë, duke pritur gjithmonë krijuesit, poetët dhe poetet dhe miqtë tonë që na bashkangjiten me poezitë e tyre. Ne në vazhdim radhën do t'ja lëm një këngë të bukur, e kisha përgatitur, shpresoj të mos më ketë ikur ajo këngë, nga Naim Osmani. Besoj që jo pas ka ikë, po do t'a gjoj shumë shpejt. Do të ndjekim një këngë nga ky këngëtar vërtet me zë Bilbili. Ne falenderojmë që na nderon gjithmonë me prezencën e tij. Na ka shkruar Natasha, përgëzojmë poetën Kimet e Krasniqi për vargjet shumë të bukura dhe interpretimi i ngrohtë. Suksesi urojmë, faleminderit. Me ne është edhe një poetë tjetër, Lebibe Zogjani, që në përshëndes. E Kimet e Krasniqi, faleminderit Miko Agem për kohën që ja kushtoni poezive të mia. Faleminderit mikë nderuara për juve. Suksese dhe të falenderoj për bashkëpunimin e gjithsesi. Kam dasht dhe të dua, o ty moj vetun mon. Të kam dasht dhe të dua, o ty moj vetun mon. Thashti je larguar, e me goj s'pom fol. Thashti je larguar, e me goj s'pom fol. Dita sa nuk pa
gjyla për trupin tim, dita sak nuk padë, gjyla për trupin tim, as një herë s'më knaqë, veç më pushe hirnjem, as një herë s'më knaqë, veç më pushe hirnjem. Me të randër me moj për fjallët që mi këndru, ka me të randër me moj për fjallët që mi këndru, e në kur të lodhëm ti keme në kujto, kur të mlohë, ti keme në kujto. Dita sak nuk padë, gjyla për trupin tim, dita sak nuk padë, gjyla për trupin tim, as një herë s'më knaqë, veç më pushe hirnjem, as një herë s'më knaqë, veç më pushe hirnjem. Gjyla për trupin tim, dita sak nuk padë, gjyla për trupin tim, as një herë s'më knaqë, veç më pushe hirnjem, as një herë s'më knaqë, veç më pushe hirnjem. Ndëshëm këtë interpretim të shkëlqyshëm të këngëtarit Naim Osmani, cilën e falenderoj shumë, dhe e vazhdojmë të ndëruar miq, të ndëruar dëgjues, jemi drejt për drejt në emisionin letrar pesha e fjalës. Vetëm shkojmë me një përshëndetje që ka bërë Fatmir Aliu, Hasan të lumë për poezin, po me për të qaj, ne që jetojmë jashtë jemi të lënduar, lotët në rrjedhin pa ndalë. Vërtet të huaj këtu, të huaj atje, ne vetëm sërëllatë, me thotë. Fatmir, ja? Pra, Miko Hasan, të ka përshëndet. Faleminderit e përshëndetshëm dhe përgëzoj për kujdesin e saj. Një përshëndetje na vjen nga Rapsodi, një madh vërtet një këngëtar me vlera, është Bedri Karaxha, thot përshëndetje për gjithë dëgjuesit Radio Vlera, përshëndetje i nderuar zotëri moderator Agim Gashi, t'ja kaloni një mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë edhe unë të kaloni bukur edhe ju me Radio Vlera. Ju që po na ndiqni në live stream, ju lust ta bëni e shpërndarjen e emisionit, vërtet kemi edhe shumë dëgjues që na ndjekin në platformën e Radio Shqiptare në Shkapaj dhe në atje tek faqja zyrtare www.radiovlera.com, i shoh atje që numri është rritur, por i kisha lutë me siguri janë shumë poet dhe krijues që po na ndjekin, na bashkangjiten me poezitë e tyre. Do të ishte vërtet kënaqësi.
Apo jo Miko Hasan? Absolutisht, janë të mirë se ardhën edhe të mirë pritur të natyrisht gjithë krijuesit letror. Miko i nderuar Smail Lështako e thash edhe pore të ka ardhur thirrja në grup ku shkruan ato Radio Vlera dhe Hasan Qishalla bashkë jemi në thirr shtypen mbi atë thirrje dhe je drejt pa trokit në brenda se për ndryshe nuk ka mundësi me thirr. Njëherë kam bë thirrjen dhe vetëm nëse e prish edhe njëherë grupin ashtu do të më nxjerr nga lidhja Mikun Hasan, për ndryshe s'ka mundësi të më të marrë. Edhe herë provoj nëse më ke kuptuar mirë. Thirr në grup, të grupit ka ardhur një thirrje prej grupit, të thotë ka ardhur një thirrje atje. Shtypen mbi thirrje dhe je brenda në studio bashkërisht me ne. Nëse nuk e arrin për pak momente, ne do ta rregullojmë se do ta ndërprejmë lidhjen edhe me Mikun Hasan, do t'i marr dyve, po besoj që na kupton dhe ma mërmene se mundet më lidhaj në qatë formë, si shpej thamën, të shuhim. Miku Hasan do shkoj në vazhdim me dy poezi që i kam këtu të poetës Halime Musa dhe mandej kemi edhe disa poezi të krijuesve tjerë, por ndërkohë do shkojmë edhe me poezi tuaja, kështu që po vazhdojmë me këto poezi në vazhdim, do të ndjekim dy poezi nga poetja Halime Musa. Dorontin Muzgo. Errësira ra mbi Dardani diellin e zhduku. Një re me krah të zeza lëshoj hel mbi adhe. Akull ndjehem në nrezet e zbehta hënore. Pa dashje mërgova u bëra Dorontin Muzgo. Udhve të kurbetit si një zog krathyer. Me vete mora një fjoll bore në gji. E lasha dheun tim të mbyhtur në robri. Brenda meje një mjegull, po me zët të dësyt. Një bilbil këndon, gjdo dit mbi një gur. A i këndon këngën që unë këndoja dikur. Unë grita ta dëgjoj, bilbilin me malëngjim. A thua këze jandel, është nga dhejojen. Këngë dhe vaj këndojnë gjdo herë shtektar, si kur po i bien fyllit me plot rishtim. Zemra më qante për vendin tim të mirë, se dia a do të lulsoj ndë një herë pranverë. Por nga kupe e qiellit u zgjat dore e Zotit. Malet tona mbëshën agronave të uta. Dielli lëshoj rrezet zhduku, atë errësirë Dardani strime, i vun kurorën e lirisë. Tokë Dardana tje ka qenë, Shqip është full në atë vend, kemi bërë darsma menuse, në ato anë të këmolla e kuqe. Dhe një ditë pa lindur dielli, në ato anë kish rashtër ngata, i gjakosën djem dhe vasha, i dëbuan vendet e largta. Mollës së kuqe ja prin rënjët, hardhit egra serboslave, për me hum shenjë fare, mos më qujt më tuk shqiptare. Ato zbije më lahuta, e as plisis është të kogjaku, po mollën e kuqe se harrojmë, se të kuqe e bëri gjaku. Ty nga prendimi, një rreze. I dëgjuam me këto dy poezi nga Mirushe Musa, jemi rikthyer të nderuar dëgjuese, përgëzojmë edhe poeten për vargjet e bukura, edhe i urojmë suksese. Na ka shkruar edhe një mik i përbashkët. Miku Hasan, një përshëndetje na vjen nga Xai Kosova, përshëndetje Radio Vlera si edhe dëgjuesit, faleminderit shumë, i nderuar Xai, punë bardhë, besoj që është në punë tashaj. Përshëndetje edhe nga unë. I urojmë edhe vëzitje të lehtë edhe
të suksesshme. E miku dhe poeti Hasan Elshani thot përshëndetje miku Agim Gashi dhe dëgjues të Mbrëmjes, emisionit letërar. Dua të them, poezia është engjëll me krah plumbi, e gjën në tokë e në qiell. Poetëve të gjithëve, vërtet vetëm pak poetëve të gjitha fatkeqësisht u vinë nga vetvetja, e harrojnë vetveten duke i kënduar jetës. Posaçërisht përshëndes poetin Çuçalla. Përshëndes edhe për zemërsisht e mnakun tim. Me ne është edhe Elmia nga Gjermania, të përshëndetje Agim dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit shumë. Elmia, përshëndetje edhe për ty. Ju lutje ta shpërndani emisionin mundësisht nderuar dëgjues. Miku Hasan, për një sekondë lejo të ndërprej të mbylli lidhjen me ty, do t'ju marr dyve dhe ty edhe miku Ismail se nuk po mund na lidhet. Edhe miku Agim, vjen keq, unë mund të liroj hapësirë, le të kyçet edhe me jena preshta të tjerë ndoshta. Unë më lidh, po nëse don ti mund të përshtash si do të jetë, si të duash ti. Sepse nuk po mund të lidhet ai për na thirr vet këtu dhe kështu që hajt, provo. Do të thotë po e mbyll një herë dhe të marr më një herë mas i marr dyve. Të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Jemi në emisionin e rregullt letërar Pesha e Fjalës. Dhe shpresoj e uroj t'jeni duke kaluar bukur, ju që na ndëgjoni në live stream, ju lutem ta bëni shpërndarjen. Mirë mbrëma, mirë se na erdhe miku im i vjetër Ismail Lështok. Mirë mbrëma Gimi, mirë mbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Vlerës, gjithashtu edhe për poetin Hasan, mikun Hasan Çuçalla. Po dolim ka dole, që është me kërëve që si bleqë. Po, mëre po. Me grupe, pa grupe, pa... Jo, po, të vesh, unë të thash vesh... Shumë bërgimi, sa partia, sa grupje, sa... Unë 100 vjet i kam edhe për përdori tekniken, po, vesh më shani thash që ato të ka orë thirrja, po, që ta shepërënëm Hasanin. Unë nuk i besoj as veshit, as synit dhe gjallit. Ja... Tanti Krishtit, jo. Esni me kuhen, mërë më sani ka pak të... Mërë pa i nështoj një bolë mirë, thot, teknologjia prodhon veç idiot. Ja të shëmë, sa i nikë. Sa ma natyrë shumë, ma mirë është, ma mirë. Në natyrë shumë s'këshë mujtë me folë nga për i bregut në breg. Pa ne se dhe mos këshu më folë, kështu këshu më folë në otë, në brekazën të rëshet, sa dikunë, më thonë se... Tash në ka orë dhe Miko Hasan këtë, besoj që është me neva, po jo, Miko Hasan. Po, përshëndetje dhe për Mikun Ismail, mirë se erdhe. Përshëndetje Miku Ismail, mirë mbrëma, mirë të gjej, po si të kom. Falë zotit mirë jemi, falenderit. Juve mirë kënë qenë? Me ditë gërbetit kështu si po kaloni, ta shkaftë në gjithë një apër e zeni. Kam kry ato për proceset e pensionet për 2018 se kam kry me punën, kur që s'kam heqë. Jo, pa për në zbonë, se puna është terapia me mirë që i egziston, të kemi gjanë e bihtë në herë. Une, di me thonë gjitha ty në që punojnë, puna morë, hisë për taj. Po, mosë më thirën me ju një mu. Pa jo, me një mu, po me jo me punu ma mirë, është po për zotin. Po ne se punojnë shumë, poezi, fakt është fakt. Ajo, pra është, Imagination. Sakt. Mirë. Atëre, mirë jemi shëndet, Ismail, mirë po kalon. Po si po thojnë ne ka vaja si kokë rëmë më vëllës. Vjen mirë. Dhe... Po ty si të kemë Gimi? Bukur, jo, mirë. Mirë për njerë, këndrej vite, po ecin vite shpejt, po mirë jam mirë. Pse sa i mushe? Valojnë, zdi sa me thonë, i kom harru tash mos s'po mëjes. S'po mëjës me i përthekua? Ja, s'po mëj i përthekaj. S'po mëj i përthekaj, s'po mëj i në gjehi.
Jo, këtë në vesin shpesh, jo, ka shkuen që me thonë në për puna, në për komuna, ka që në viti e li të mije, ku besa, sta donë, me të veta je qaj sa glom, as je. Po Që bre, në viti e lindën, që shë hernin, me vërthetu edhe i hera, krejti kohatu me letra, me tona, po, a? kanë qef me... Nishka u bukshtu. Kanë qef me vërtetu, që shtati mos i besojnë teknologjisë. Jo, për zoten. S'mi besojnë as letra mo. Po, është interesante, këtu një njeri i njëfshëm, kur ka orë në Francë, patarë dhe atëherë, kur ka marrë dhënë, edhe ja kish pas zbrit vetin ja 3-4 vjetë, ma i ri, kështu e kish pas boj farë certifikate falso, adën? Ka pas qefi shkritë, bile mu në i farë goca, në i farë në i madome. Mirë, po tash i ka ra pishman, se tash dhëtë me punu 3-4 vjetë me dollë në tërzion. Sash ja ke po hojnë, ja ke po hojnë, sash aty në vjetëve më djallë, po t'i vend që mi ashtu veti dhe një 4, thash mu që së më ka në mërë më shkrujt maj vjetër, bili me dollë para 5-6 vjeta, 10. Po, për njerë, tash t'i u bo mu tranur. Dhe i ta shogla dhe që ka fitohë i thua që të zezën i parë pistole. Po, për njerë. Hajde, Miko Smajl, me vargjet tuaja, ti përcjellin vetëm të shkojmë në instrumentale, nëse nuk... Jo, unë pa instrumentale as moj, gjimi, pa një bili nej zog, nej tingull sharkisat, qitelisat, në shkofët, se unë jam si këtu në herit, nuk di këtë që ka jënë me tarabuka e në këtë varën në tëmë. Hajde, përshkojmë me zëgjë, me qëto që i kemi qëto, është një instrumentale mirë me zëgjët. E malit, hajde. Atër duhet me meditu, pra pa folë, po ne. Pa hajtë nështë, ka dalë shkate, më së gëtë. Okej, jo ka dalë s'ke që me vo. Jesh, më së gëtë, ka dalë. Hajde të... Srebrenica. 8.000 viktime i përbiu Srebrenica në Balkanin plag brigjeve shkembor. Po të ishin kungu i Hutina apo Misir, do të ishin tepër për këtë botë horror. Djalli del në foltore me sifat njeriut, qirët dhe shkumbon si smuar mental, pas shpinër shon Karpat gjiu në zi, pas treni Srebrenicën me këtë akt final. Homofilët e NATO-s të thirrur për siguri, nga frika të mbrojnë popullin duar that, ishin të zonën me maruhan dhe raki, i pushtoj Serbi, i lidhin shtylla si të ngrat. 8.000 koka i preu thike gjelatit, në emër të Sfetisabes dhe të Trinitit, vetëm se ishin në tokën e vetë, drejtësisë ndërkombëtare i ra moska e Karbitit. Srebrenica është vetëm një pamje, e dramës tragjike të quajtur anti-njeri, kështu në Gjakosi dhe në Slavin Balkan, mazi se je brejt ngas Adolf Hitleri. Bota inskenon gjyqe dhe tribunal, që ti hum gjurë me gjenocidit dhe marzis, protagonistët e tragjedis balkanike me meze dhe mastik gëzojnë në mes të Serbis. Drejtësia që pëshon kështu në pa drejtësi, duke mbjell mjegull, vdekje dhe katrahur, unë si i vogël në këtë botë të modhe, s'me mbetet tjetër vetëm te me fshur. Kjo ishte një poezi për Srebrenicën, Gjimi. Të lumt për kësaj. Dhe poezia tjetër. Po, kam Lugina e zonave që i kushtohet epopejës së Jashareve,
Kjo shkru diku në 2010 më duket. Që atëherë ishte një, kur isha në Bylyk, në pubertet. Lugina e zonave. Në kullën e lashtësis u bëri gjallja shpirtërore, ranë shumë lulkuqe në valzim dorë për dore. Atë lugin të zonave bekoj vetë Zoti, rënjët kish në kruj me bez kastrioti. E vërteta është kërkim, zvidhet, suazohet, kush bie për te, shkelqen dhe madhrohet. Kulla e lashtësisë e jashareve, qërë maskat falsifikatore, botës i dha shembull sublim, pa gjak, s'ka liri, s'ka fitore. Jeta kjo pelhure bardhë, Adem Jashari në te pikturoj, gjashtroshat e një sofer me kashore t'i bashkoj. Gjithë një kreativitet ndërtoj homza me shpirtin e lirë, shembulli dha njerëzis, se rënja është hynore, është e mirë. Daj Usmani trim bujar, vjen zjarë nga frëngjia, fret me hudë dhe me zë, po valë ku është akademia. Kafe në mëngjesit bas Shabani, e blon në gryk të topit. Sot në erdhi dita biro, t'ja zgjedhin nyen konopit. Ti pim këto kafe biro, për Shqipëri dhe liri, se kur zvdesim ne, gjak hupes me këmbet në hi. Hamza një stikom dredh mustakun prore, oj nën loke zahide me gatuej një buk nore. Kemi dase më loke, këtu ka ardhë Serbia, me qirit ndezur do të mbushet shumadia. Ta gatu në o birë një buk ca tepsia, te hani të gjithë, te ngopet Shqipëria. 30 dhe 3 shkrin që li ke hekur, me këngën e liris në goj, në barot buken të e pjekur. Femia lidhë në djep, non ma hjek lulakun, ma jep hutën dorë se dua të marhakun. Pas 3 ditësh, qieli krejt unë zi, rani vegulli dhe një rikë shi, rani asharajt në altarin e liris, rëhir të sebërtetës dhe të shqiptaris. Të lumë të Miko Smajl, vërtet poezi bukur, interpretuar në mirë artistike dhe nga ona juaj. Vërtet përgëzoj. Po? Falimderit, me të thonë drejten, veç kështu i mora në liber, po më nëse bukur modja, si ku më lezu mo, kështu veç i pashish ma ofër kështu edhe kur para se me të thirë, po më leu përcaktohu ma shpejt kështu. Falimderit shumë, për poezi, se për interpretim duhet të pak ushtrime, po më nëjo duhet më lezu bilit pak një herë ose 2 poezia. Për neve, edhe ne po kam pak problem se poezit po mi sjellin në momentin e fundit dhe është shëmshtirë pa lezu për mbajtjen me jallon gjyre në zërit me ditë ku do të internacionet e këtu të di ma mirë, po... Shumë më vërtet, shumë më vërtet. Po mundohen, Po ju më të thonë drejtëm përgëzoj për këtë emision, po përne sa do ku do i afron kriju, si do mos kriju së ri, se na që i kemi bo dhe numra që tha edhe vetë, po më një aspekt, mu shumë veç ka pak dikun në vlaqis, kështu. Mirë po që është mas më rëndësi krijuesit e ri me donë si përfaqe talentat e ri, qoftë në aspektin e krijimtarisë letrare,
qoftë në aspektin e mbaktërimit, teatrit, recitimit, gjanave kështu, me nxjerr sa më shumë talent, apo më sa më shumë është rasti këtu bashkë për këtë mbrëmje poetike, unë nuk e di edhe po ngurojnë ka pak edhe krijuesit, po më disa nashta nuk e lexoj bukur, po e shkruaj po s'ka lidhje, e lexoj bukur, dukush e ka stilin e vet. E vërtet, po edhe është diçka evidente që nuk më sjellin më burr gjatë gjithë javës. Kanë kohë një javë më sjell poezitë thashë vërtet se do të përgatitet emision, do të përgatitet në dy më lexuam, më kshir fumën poezia për më dalë ashtu bukur që duhet. Po, tash dikush i sjell po mendoj në momentin e fundit, mendoj dikush i sjell Messengerin, s'mundemi për të gjitha se jam vet para teknike, para mikrofonit, bashkërimet, gjitha ato përshëndetjet, morjen e dëgjuesve, vërtet është një punë jo e lehtë për të realizuar një emision të drejtë për drejtë, por i kisha lutem më ndihmojnë duke më sjell gjatë javës. Shumë vërtet, jo po ndihmojnë shumë, se pa marrë parasysh këtu je para një mose, një mediumi, podiumi, po më në kështu, edhe nuk mundesh me dalë ashtu, veç në moment, vjen poezia, fillo me lezuese, atëherë nuk një është mirë as vetë, nuk është e jo. Kështu që me konë pak më herët me dërgu poezit më herët edhe e pregadit, po më në cila poezi ki edhe janë shumë ka një sy, edhe disa më thonë, hinë merë në Facebook që ato, se për të në një marë, kështu që me të vërtet më... edhe krijues, artiste, poete, sen edhe këshre për shtremë të rëqillak, dhe kemi që në takomin poshë punën nese. Nuk shkon ajo, nëse nuk i përsh i terin krimtari, po mënoj, nuk o as sukses, po nuk është as artistike, as poetike, as kur ju. Nëse me një aristokraci, kështu, me një malsi, kënë se kryova diçka dhe tash jo mundë një faktori. Si të vendon artisti ashtu atu bjen gjitha aspektet edhe spritet kur gjë më për ti. E vërtet. Nëse zbohëm i robi krimtaris, jo në të aspektin slau kështu, po më me shkatru vetë vetën. Jo, mëre. Në aspektin e mbajt aty në regullat, krijimit, gjonave, sene dhe se jepum vetë vetën ato të fundit, s'mujna me kriju. Miku Smajle, se ke zgjatis, po që ndërë këtu të sjelli për vitet një poezi timen të plesherisë, kështë, edhe të një mandej dhe të përshëndetem. Mirë shumë, në veç kësha po një mas poezije, mos po harroj, nëse është emision në fund tonë dhe shirash, po është mbrëmje poetike, artistike, pesha e fjales, nëse ki njërë që atë kohën e shaban pëllurës. Jo, për njerë, ma kanola dhe të emisionin, më vjerë shumë keq, është mbrojtur, edhe ma kanë fshi plotësisht, komplet, e kënë këshyre në Facebook, është e kongë shumë e bukur, vallaj, më vjerë shumë keq Smajl, se ma kanë ndërprej, po më morën qafë me këto kongë që janë mbrojtura. Po që ka u bo më rëburë, po ti kështë komunistat shku një herë për ja, tash ka... Kjo ndalune, kjo ndajoshuj, më s'pallë kështu joshuj... Ja, kongët më të mirat që janë të mbrojtura, dhe neve në nxjerrin për transmitimit drejt për drejt të në Facebook, nuk më nxjerrin të radio që ka mundë si milshu, po automatikisht edhe e kam vrejtjet e fundit në Facebook që mujnë më mbyll edhe Facebookun seriosisht, më kanë të rjekës disa herë vrejtje që për i shkeli, për që ata dhe për shkaj me kongët këtyre dëgjusve që i kam këtyre kongëtarve, edhe du mi bëjnë derë që i kemi dhe për në nderojnë me prezencën e tyre, por edhe në anën tjetër po jam i lirë se nuk janë mbrojtër, seriosisht shumë probleme për në tjetër. Në kohë në Rankovici dhe sene i kënoj shumë do kongë. Nuk është në pyetje që është reakcionare ose një kongë që është mbrojtër politikisht,
Po e drejt autorit është, e kanë mbrojt, është e mbrojtur edhe ato veç me pare se ti mund shmengu ato, të shtëpia privat, po... Po da shumë me pagu. Po, dhe të me pagu në transmitim, s'gudzëm në nxjerë. Në shtatë ka ra rasti me parë në televizionet që në emisionet kur dalin reprizë, veç kësej njerëzit pa muzikë heq. Dhe më thoi, jav ka hjek, ka qenë konga e mbrojtur që ka shku në emision, jav ka hjek zërin atje ai transmetuesi, sepse ka qenë kongë mbrojtur. Do më thonë, nuk u gjojmë nxjerë, se automatikisht a ditë seriozisht më ka ardhë keq, po në kanë nxjerë për transmetimit para kohë. Tash më vjen keq edhe mu për shembull, se duam gjithë edhe më ka fshi, më humb emisionin komplet, më fshin në emisionin komplet. Kështu që besoj që na mirë kupton. Jo, po s'po di tash fare. Nëse hajde se do ta gjën një kohë të bukur. Në rast tak në jo nxjerr ka dohet të thonë edhe s'kem çfarë me bëu. Ja. Mirë po, në të vërtet pa, nuk e di. Nuk ka pëlqyer e kongë, shumë e bukur i shkon, edhe mbrome kam pëlqyer një kongë, ka qenë mirë shumë, kena dhe më do që ke pa mbrojtur, fatkeqësisht ke qenë mbrojtur, edhe mbrom më kanë hjek, u dashur me prej atë kongë, së konë se janë me shkollë, disa ta shrin automatikisht emisionin, disa do të ki mundësi me korrigju, me aprej atë pjesën e qasaj kongë edhe me lanë emisionin. Po atë notë ma kanë fshi komplet. Sa atë notë që mund shme hinë edhe me lypa atë emision nuk është ma kanë fshi për Facebooku, seriozisht. Po. Do këtë dyshysh pa lidhe me të bënej, se i kanë rregullat e veta tash, po çdo njeri u bole dhe ligjin në vetë, s'ki çka. Jo, miku Ismail, më fal miku Agim, për shembull këto dueti që ka qenë gëzim Nika me Fatmira Breqanën, gjitha këngët e tyre janë hjek nga YouTube, nuk i gjen më. Shkaku i autorësisë, kishin pas të paktën kështu mora vesh kur isha në Tiranë që kanë pas një fërkim rreth autorësisë ku dione. Dhe me thënë ajo që thotë miku Agim plotësisht qëndron, po ja që ne nuk merrem shumë me këtë fushë vërtet edhe se besojmë. Jo, unë kam javë dokumentu, kur të ma qenë vrejtjen mas emisionit, kam javë shuhe fotokopje, kam nxjerrë edhe në Facebook, me të vërtet ma kthejnë automatikisht, kur është në kongë mbrojtur, edhe shkruan me minuta në cilën pjesë e kum preke, cila kongë ka qenë ajo që ma ka ndërprej emisionin. Me njëherë njëfton mu në Facebook. Nuk e di, e kongë që ja vlen me ndëgju, për shembull, qoftë brezat, qoftë po bëj gjeneratat edhe kongë që ja vlen, që kanë edhe dashuri, kanë blera, kanë mesazh, ato pse me boksu jo. Sabir Feyzullahu i ka krejt gati thuja, 99% mbrojtëra. Deri vën shasha si ka pas edhe shashet Sarvadiku i ka mbrojtëra. Edhe shumë këngëtar se i shesin te kompanit, i shesin. Po përfiqesh të bojnë biznes. Edhe tani ata e bojnë mbrojtër. Ja, s'është kjo artë, kjo është biznes, e sapi përgjeq. Ismail, e bojnë edhe unë të një pakt. Po? Ja shesëm poezi të Agimit ndoshtë me rëctu, ja për ja byllën. Gemi e kiti atë që dhe kemi gjanë e beha dyk me një preka të me shkru e mbrojtën, sështë e mbrojtën. Po, jo, kam. Miku Hasan Elson, në thotë, përgëzoj mikun, aktorin, artistin, kryusin e interpretusin Lështaku. Ka përshëndet dhe ka përgëzu miku Hasan. Faleminderit sonë shumë, të i dëshiroj shëndet mirë, edhe përgëzoj për një kontribut, ka dhonë kontribut për më në qysh për i moshës rinore, se kum lexu edhe për biografinë e tina, ma se ne kemi bisedu edhe disa herë në kështu vërtet është shumë aktiv. Me të vërtet është një thosar kështu, që ka unë një kontribut jashtë zakonisht, mësin ka uzën kombëtare, po edhe në aspektin e letërësisë, gjonave kështu, nuk u nalë kur sane, përshëndes shumë atje nalë për Slovene. Po, edhe Fatmira Liu thotë Ismail Lështakut lumtë, ne përshëndesim edhe Fatmira. Faleminderit shumë, vendose me ta banë, edhe është nga një familje kështu që kom pas
s'po thëmë në të aspektin i dojnë se kom qenë dhe i ri, kështu në aspektin dhe vonja kom njësë më merë paka shumë në shkrime kështu, valë në saj me metin me kajtazin, po më në kështu, kom pas edhe edhe pse i shumë në vite diferencë, po kom pas një mik për zemë, një kryus shumë i mirë kështu, edhe respektoj familjen kajtazi shumë. Po tash familja në ka shkuan e ka stacioni, u bo Muhammed Alia, Kasius Kleja, që ka për i thuj, po nese, skogojnë unë përshëndet shumë, një mbrëmje të bukur e të mirë në valet dhe tingujt e Radio Vlerës. Faleminderit shumë, po thot Fatmirja, Smajl përshëndet edhe me qenë në bi. Normal që me qenë në bi është Jo, në situacion në noti e herë thëmë mirë, si herë thëmë selam aleikum. Edhe në mbrëmje, po përshëndetje me ta. Po. E përshëndesim edhe Nejza Berisën që është shoqëri me ne, po ashtu dhe gjithë dëgjues tjerë që janë me ne, më të vërtetë ka nikë shumë përshëndetje, ju kërkoj ndjes dëgjuesve. Shkojmë të ndëgjojmë poezinë time, nëse ke durim e mandej përshëndes edhe... Jo, durim më në tash veç ju këmë shtru po steqin këtu... Ose dhe sa dush këtu vend kena, edhe kush dënë mu inkuadru na i marrëm këtu. Durim sa dush, po ne kanë bokez me këtu në përendim, po dhe rridin një jashtë, pini dhe hanë. Në bojnë, më falë shmejë dhe në bo si qetë, po më në sene, po borin bon të gjokë në dhe ka mishin gjeni borin edhe ja qetë timin. Ja dilë bankën, ja dilë poshtë atje, ja tërbërë që më në sene, vijek borë, po që farë modernizmi në shkatëroj. Njoni pa të thonë që ashtë tha, që ko interesant, tha, të kësha pas tha bushken me qitë për dretari, e kështu jashtë me pi cigare, a dhe që që ka elefonde, pe kuptë. Po të një djalli vogël, e sa me talë në i qenë, ku me ditë që ati bo bushë, shtë që... Kosova është e mirë, veç për dohanë gjeni. Kosova dhe zë ku dushë o borë. Për dohanë, kënoqër edhe bërnok gjuj ka dushë. Jalla pastor, ja pastor ti po mojnë këgja mirë ato biletena, s'po du më mburë, tash po s'këndëroj shumë i pastor është. Qyteti është i pastor. Me dhezën, po, ku dushë dhezën. S'këndëroj, mos lodhë për në Prishtinë, kom që di që po përpëroj. Atje është interesant. Atje është diska tjetër, së është qyteti, Metropol është atë. Ma të qytet nënë, ma të civilizohën bre dhe bërlogun të dira, në së më pokë. Metropol e burë është, Krishtina. Ko është, po Metropolitano. Metropol, shka po vetë. Metropol. Ajde shkojnë me poezi. Poezime kimi. Falënderit. Bukur, poezia, po dhe interpretimi shumë i bukur. Falënderit. Urimi kimi. Falënderit. Jam lehtë ta dëgjojmë. Falënderit Miku Hasan. Të dashur mes që ku apo ik shpejt, besoj që të shoh mos ma ka sjell dikush ndaj poezi, tash i kom që thash po mi bin momentat e fundit. Jo, nëse të ka sjell tash poezin, thuj para mas fyri që atëherë dikur e lexoj. Ja, me gjithatë do t'i marrëm nëse na sjellin Verkovic, i kisha lut për tjetër herë, vërtet na sjellin me kohë, se seriozisht e kam mandej nuk jam i qetë kur vinë momentet e fundit, e kam problem me i lexue. Edhe që është interesant, tani nga njëherë edhe po i fotografojnë, u burë po i libret, ato shumë gjermat e vogla, edhe pak si në kara. Po pak edhe pa diktushme, edhe mirë. Da kanë leon ka pak, pasha zotën, është kërgja problemo. Është problem. Jo, pa to si morën parasysh heqës, më thonë. Jo, heqës, pak ma letë, pjot. Sa me bashkojna me një mjekë dhe poet e vërtet është një njeri me vlerë, është Fazli Ferati. Do të shkoj me disa poezit e ti në vazhdem, nëse edhe ju jeni për, do të sjelli këtu, vërtet të jam i sinqert që kam lexuar përpara, po ja që u futa tash në Facebook në ti do të sjell ashtu siç
drejt për drejt, si shpesha. Okej. Fazli Ferati. Vargjet e hetëra. Na shkrihen vargjet si qirinjt, kur ndizen nga zjarri. T'i japin dërit madhet që lindi, po nga i zjarë. Tani mbetet hiri, i vetmuar e jetur për një pik ujë. Vargjet s'kan të ndalur, se kërkuari gjësa gjej rrjedhen e ujt kristal. E kur ta gjej të pushoj, në përherin ati këroj, lirshëm frym të marë. Kërko. Shpirtin asësi me mendimet e erta mos e ngarko, as mos e varfëro, kërko të bukurën, e në vetë vete beso, që t'jeni e lumtur zemra vetëm kështu do. I sjella këto dy poezi, tajt edhe një poezi, por nga i njëjti autor, Fazli Ferati, kur zjarri ndizet. Kur zjarri ndizet brenda e mori hov, atëherë kur heshtja e mund fjallën. Jo pse s'kishte çka thoshte, por s'donte të lëndonte plagën, e as që syri mos derte lot. Faleminderit edhe për dërimin tuaj, edhe të dëgjuesve, e përshëndesim edhe mikun Fazli. Përgëzime e poetit Ferati, me të vërtet poezi, po mënej me porosi, me filozofi të shkurta, jo të stërgjatuna, veç suksese në krimtari, përgëzime dhe për ty, miku i mëngimi për interpretim. Faleminderit. Mirë shumë. Faleminderit. A shkojmë një pikë muzikore, në vërtet është një këngë e bukur kjo që do ta dëgjojmë nga dy voglusha ta quaj kështu, janë shumë të reja, dy vajza. Po kjo gimi se në këngë jam këta tërpian, do që më thërën kështu se më e bukur amorea, do ta gjoj edhe ato ndërkohë derisa të shkoj kjo këngë, do ta kontrolloj nëse s'është mbrojtur, do ta nëse nuk është mbrojtur, po na qesin na ud. Edhe miku Hasan do në atë këngë më duket është e pambrojtur, do ta dëgjojmë atë këngë pas pak, vetëm të kontrolloj një herë, paraprakisht se deri dikur 90% i kam ju komëron fije të cilat janë mbrojtur, apo prap ka njëherë ndodhë më mikë ndonjëra, edhe atë notë seriozisht e kisha frikë, po merë keq piteje, isha i dyshimt në atë kongë, po thash do të shkoj në konga, ishte një kongë vërtet e bukur aja që për Shaban Pollushën. Shumë kongë e bukur, edhe një tekst shumë i bukur, edhe shumë real, po mënoj në çdo pikë, në çdo presje, edhe o shumë e vërtet, edhe jo më falenderues ati grupi, po mënoj qysh e ka thirr aq mirë, e ka sit atë kohë, se mbrojtja e Shqipërisë, ta shumet pa tho Kosova krejt nesër, shumë thonë se në ka qenë, është dhe vjetë gjithmonë Drenica, që ka humbur Kulaqin, shumë thonë se në kështu, se moti isha unu. Pe Greqie, pe Shqipënie, pe shumë një aspekte sene, po pe Serbije, po më në kështu, sene. A thë jënë shumë falenderues, po më në sene, sa të ko bura, thë Drenica, nuk do të rëbnuar Shqipënia. Ja, shumë bukur. Qashtu ka qenë porosia, po më në vedhë qëllimi, Shaban Pollushës në atë kohë, po më në kështu, që me i definu, mi do shopin për shqeri, e jo kështu pështjallë. Mu më ka pëlqy shumë konga, po fatkesisht... Po gjithë në traltun, në qashtu... po që në zdi... E në kanë metë me shtu kongë, edhe në i poezije, të gjona të senës, tërsen s'kia shkanë gëno që kështu. Ja, vërtet. Dojmë me një, të politiqarë, analfabeta modern, se njojnë asë historinë e vetë.
as dinitetin e vet, as kulturën e vet, edhe më zgjedhët atje presidentën, më zgjedhët ministre, çka po di unë se në pa lidhje. Nuk e nje gjenezën e vet, identitetin e vet. Zgjedhët në funksionet më të larta shtetënore, në kombi, po më në veni. Kjo është marrëri. Fatkeqësisht është e vërtet, po shpresojmë, me shpresa gjithmonë. Tash edhe këto kongë në i nalëshën as ditë. Jo, ne ka nalë këto kongë, shumicën kongë që janë shumë të rëndësishme dhe shumë të mira, gjitha gati janë të nalër, na ka nalë. Edhe çka është interesant, janë disa kongë që nuk janë mbrojtur, se i kënojnë tjerë këngëtarë, por kongët e tjetër kujt, dhe ato në nxjerrin problem. A kupton? Shkojmë me këtë kongën vazhdim, janë dy voglushe, Dionesa dhe Ornella Shala. Vërtet kanë një zot të bukur dhe janë të reja, kam qef me i promovu dhe me i dhënë hapësirë të rive, talentëve të ri që mënyrë që vërtet të përtojnë. Kështu që do t'i ndjekim, është një kongë shumë e mirë, besoj që do të pëlqej edhe ty, të shkojmë vazhdim me këtë kongë. Faleminderit Gimi. Ndoshëm këtë këngë në vërtet të bukur dhe jemi rikthyer të nderuar dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt letërar pesha e fjalës dhe vetëm pak qaste se ja ku mbyllur mikrofonin miqve të mi që janë këtu, shkaku që me qenë më të lirë atje dhe mos pra tash besoj që për na dëgjoni. Alo? Jo, jemi të javashëm të medimin. Po thash, ku me dit, thash, po, ma mirë është. Jo, të në herë, jo, dhe nuk jem na të partive shtu me rreku si, a ka zona, këtë më shënë, po, është e mirë, është ajo se ta nuk u do njeriu kur është me qenë jashtë pak, më jo drejt për drejt i kyqën kur ka mundësi ku se atë kujtohet Miko Smajle në emision kur e kena majt para në radio më të parat, besoj në internet, kur shkoj shumë privat tek.
Po Roskojpi dhe që Fadilin. Roskojpi. Ka qenë po ka qenë, cilin vit ka qenë Gimi. Burri mirë, jo, burri ka 20 vjet, i ka ma shumë se 20, i ka ma shumë se 20 vjet, 25 Radio, që shu thirë? Radio Bozhuri u konë. Radio Bozhuri? Po Bozhuri. Organizoj shumë shtunë artistike. Po, kemi pas bashkë një misionin e ti, miku Hasan Zdia të herë në ka njofte, kena pas një kuha, kena majtë bashkarisht. Edhe jena knasë. Po shtunë artistike, po ta ashtu shkojnë privat. Dhe isha, po hindu më punë, njëherë si përmore, ta ashtu po punojnë privat. Veç, këtë mushën gjënë logarit, pa t'ja dohet në gjepa. E kërë lëqeshëm kongën, nata një bisedojshëm, e shkeshëm privat, është e mënirë, po është pak problem, je problem, po qërë njeri me kujmë së ndë gjona kështë, mirë po me të vërtet e falenderojmë, a i ka vdek, tash në dijes post, po ka qenë burri mirë shumë Fadili hoti. Shumë Fadili dhe ka qenë shumë aktivist i fort, kështu nuk ka pritu për qashti qoftë komtare, qoftë minstore, gjona, se ene nuk ka këshyrë, kështu përmënoj lekun veç, përfitoj materialisht diçka, mu më pëlqenë ato tipa, se jepin pa kërku, edhe funit ato qka jepëm është e jonja, qka marëm së është e jonja. Dhijet, po, njën bodi disa njerëz të pangop shumë Gimi. Normal. Kështu, qohë me karrierë, qohë në aspektin material, dhinë më një kur dhi. Në vërtet, është në vërtet. Fatkeqësisht është në Jo, vërtet. kanë qenë do kohë të bukura. Pastaj ti shkove në radio tjetër, në radio kuke. Në shkum të një bom dëgjus të Radio Zeri Arbrit një kohë. Man drejt në hapëm edhe Radio Lyrën bashkarisht me mist atje, me Haxhi Magjerin e me Hysni Baliun e kështu që një 3 vjetë e gjysë kalu edhe të Radio Lyra dhe mandej 2000 po bojnë 6 vite jemi me Radio Vlerën dhe thëmë dë vërtetën që tha ti paret pa asë një përfitim material, pa asë një ndim për pos me ndimat mija të zotit edhe vetë do të thëtë për 2 orë çdo mbrëmje nuk është edhe kjo punë e lehtë fort. Po në është një aspekt, po faktor se jo në disa gjona që kushtojnë, është vërtet e qashtje dhe mazane edhe koha që besa, koha është do gjo. Mirë po t'jetin edhe vetë për shemë, në kemi punu në teatr Drenisë. Po jemi mësu në me punu pa pare, në mësu me punu. Jo që kishëm farë përfitim u dashëm e dhonë, po jo mërë shpunoj shumë disa pejtarë ndave qofë për skenografi ose kostumografi ose gjona kështu, u dashke vetë me financu, veç për me qitë një shfaqje me pa publiku për shemë më shfa njerëzit atë kulturën tonë. Kore kemi shfaqje hakmarjen, në sigurit kujtohet Gardhin, kore ka pru Hamza me duket ka qenë me atë Lështakën, atë artistin. Ju ka qenë shërqeti, ma të nedhu një pa të animu, edhe u që dirë në zonja të shëherit Skënderaj. Shkam u bo me këtë gardë në shpinë në për Skënderaj. Mi ka sa në prënën gardhin s'kene vendësën atje, me thu për atë marunë. Po për zotën pa të mbonë malë. Edhe Hamza ka marunë duket atje, Hamza me dikan, nuk e di Hamza Shari. Kanë përnun atë gardhen edhe kanë përnun prej Jasharë dhe atje. Po, atje u përnun malë, u shpënu me thupra dhe me citruna të huj kështu. Edhe në shpinë e kanë përru gardhen s'ken, po qashtu. Shumë vërtet se ka qenë dashuria për artin, për adleun, për kulturën, për gjonat, ato s'ka pas për shemull pare që mune blen atë elanët, dashurijat, atë mundet, kështu, që mund dhe mujt, ka qenë e kohët. Sot nuk i kur gjë veç të përshëndetje dhe makin pas në harru me përshëndet, në doke s'djekon përshëndet. Vërtet, sot nuk ka kur që Miku Smajl ka qenë
entuziazëm, o ka qenë kënaqësi, edhe kemi pas shumë problemet, edhe gjatë ushtrimeve, shpeshherë policia mandej... Po kanë qenë për tekste cenzurune, u dash këtë rrë, tekstin e shfaqe me që 3-4 komisione për komitetit. Mandej, më kujtuat njëherë, henën ishëm në dramën Hakmar, jam duket në zdi dikun ku hinë Gjermant, atë në skenë, nuk jenë, nuk është në duke një tjetër dramë ka qenë. Jo, ikja kika. Po ikja kika, ato e kom lujtë rolin e Jakut në dramë, është drama e parë që kom lujtë, edhe u ka shumë interesant. Hinën ata Gjermant, hinën policia, kishin pasin që atë ku edhe dikush e kishë një drejtorit, ndash më ja përmenë, ndash ja përmenë, më ka bërë mirë për ne, rajse u ka kushtet në ka tatila në atë ku Seferi, ndjerë edhe e tha ja boni ati në regjisori, shtini sa ma shpejt partizant. Në fibrosin sa Gjermon se na u kajt kanë në dhenu komiteti që dalë, më le se në përgjit. Shtini s'kenë partizant. Fibrosin ma bon, po kanë pas gjithmon frikë, më le kështu, në përhod rretën e pëse këmi pas ato peripetia, ato mundime, ato gjona, tjetin edhe vetë për frikë s'kom një, që është në rafshin nacionale, ose në rafshin komtarë, pa morë për asysh ku të qovë. Se fjale për ndër fjale, në Beograd në 89 dhe ja ku më shumë kongresin e rinjës, sërvisë, ja ku më rreth avulinën për helminët, zonësave, gjonave, shka po bojnë sërë të sene, me dhoshin, do kanë me denu 20 vjetë, nesë më të shëllë moru, masë në kërë këthejon Kosove, jo me dole ashtu, hajtë hujtë, po më në kështu, po do të thotë që për drejten e tjetërit jam gjendi në sakrifiku, se njëmo për drejten time ose të poplit tim, pa morë për asyë, shka është e, se nuk ka më dështimat modha se kur vdes për drejten e dikuj, për shemë, se drejta është të një përzale, është zë gjohë. Edhe nuk kemi pasur në një aspekt, e sërë po sotur nuk e di. Unë jam së që ditë më rëmurë, të i shkonë në Kosovë, që i tash, edhe po një anket, po më në vitë janë njerëzit seriozë, dhe të është anketa pak seriozë sene. Midis Prishtine, 99% zguzojnë më deklaru që janë shqiptarë. Nëllet menën, në të kësjeve shjena, a i tjetëri, jo më jem Kosovar, a i tjetëri, se shteti është i Kosovë, nuk gudzon më deklaru shqiptar. Në vitin 2026, në rëmëmen, se kanë futu partitë politike, mëse ne, bia, sërbe, mëse ne argate shumë adis, frikën, palë që jo kanë futë poplit Kosovës, zgudojnë më deklaru. Me gjithë konsideratën jemi në emision letrar, s'kam qefërt me ike, me ikse, vërtet dëgjuset i kam unë pasur, i kam pasur këtë dëgjuset e mujnë me na ikta. Këta nuk e dojnë gjakun e kështu që... Kurse do vetë vetën e kombin e vetë dhe mori koftë, e di po mujnë me na... Jo me na po, në vërtet s'du me... Sen ka vysjon, kur dhe me nëjnë të rrim, kur s'dojnë, po pse, pa, daj. Ja, e kam respekt për dëgjus, edhe kështu që vështu. A do shkoj me kongën që lypet e, a shkoj me moje mira, more, hajde. Ane se peshtëra edhe në amërlu kun që du? Dhe se i cigare që atë, është shtetë pak në kra. Edhe pja që stimin, si një jamon. Valendet, hajde, Miko Hasan, je dhe ti me ne me siguri, shkoj me këtë kongën vazhdim, shpresojmë që do dëgjuat, është dikon 600 vjetë, shkrujtim do këtë një kongë vjetër, a më shumë, që kjo konga më e mira mëre. A është që kjo më e bukur a mëre, apo? Po, është për Morena tje, po më nejtë qanërije, se në që kanë në shpëngullin tali. Kjo është konga, vazhdojmë, ta dëgjojmë. Ndëshëm edhe këtë këngë të bukurë, jemi rikëtyr, jemi drejt për drejt të ndëruar misin e Valet Radio Vlera në emisionin në letrar pesha e fjales, bashkërisht me mujen edhe miku Smajlu Shtako dhe Hasan Shyshala, cilë t'i falenderoj që janë këtu. Miku Hasan, nuk t'la me full ty, mund është me vazhdu ose me ledzu në diqka? Jo, lirisht, po më nëjtë se na dhe stërgjatëm pak në aspektin të gjona.
Po dhe jo në bojshëm regjimi se sot flasëm për dinitetin, identitetin, kulturën tonë se një aspekt i monë si politik, nuk është kjo rajnë politike identiteti. Pa jo është duhet me konë qashtu, se është natyrshmenim, ka polë zote qashtu, se mundë më ndryshu loj parti, ose lideri, ose grupi, ose që ka pëdiju në jo, hajde kënejo, hajde anej, nuk shkujtë se në shtu. Normal. E që atë është qashtja. Unë do miku Hasan, falenderit për këngën Gimi. Falenderit shumë edhe ty që ishe me ne, edhe që ndove këtë kohë bashkarisht, edhe për poezitë, edhe për disa kujtime që i sollën nga e kaluara nga ditët më të vështira, por ditët më të mira tonë, atë besoj ishin ato. Shumë të falenderoj shumë. Shumë vërtet, po shiqoj me rëndësi është me kriju kujtimet bukura, edhe pse ka njerë jonë të rëzikshme, jonë shka po t'jone, po ato i ka jeta, që në mos situata jonë, në të nësi kështu që është e pas gjithë, në kërkun hiqë, kështu që në ka me jetë qështu mujmë me luftu, po më dhe i qatë mujmë me bo, mujë shumë i lomë brezave diqka, mi tarë me pak ma të njërë, ajo është në rëndësi. Unë ju uroj një mbrëmje të bukur, një natë mirë, përgëzime për emisionin. Faleminderit shumë, veç ta përshëndesim edhe një njeri që vërtet edhe te një dhe është i respektueshëm, ka qenë edhe është ende në Kosovë. Falenderojmë që është me ne Ganishala, dhe të respekt për juve, Agim Gashi, falenderit shumë, miku Gani. Përshëndes edhe të roj një mbrëmje të bukur. Për qafime Gano se edhe me Ganion kemi kujtime, kemi shumë kujtime interesante, se që atu imi rrit një Skenderaj, po më në kështu, masa ne ka qenë të Shamiri, të atrit Ganiu, masa ne kemi pasë muhabet gjatë kështu, ka diju në të gjona, përshëndes shumë, i roj një mbrëmje të bukur, leshnit, marë, shnet, gëzime, gjitha të mirat. Faleminderit shumë edhe njëherë miku Ismail, të roj edhe ty një mbrëmje të bukur. Ne ka dalë do ta përmbyllim, vetëm do të japim fjalën edhe mikut Hasan, se jemi ka fundi emisionit, nëse ka dhe ndonjë poezi lirisht, miku Hasan do ta dëgjojmë. Po gjithsesi, unë pjallo luk në kryshe. Faleminderit. Na kënaqë që është shumë i thellë, shumë poet me vlera. Respekt, suksese, mbarësi, miru dhe gjofshëm e miru pafshëm sa ma shpejt. Amin, faleminderit shumë. Nësi që ishim bashkë, nësi. Te pim kafe bashkë. Një natë mirë, natën. E të bukur Gimi, sonë edhe gjithë natën e mirë, Ismail, shëndet. Faleminderit shumë. Natën e themi edhe miku ton, edhe tuajt, edhe aktori dhe regjisor Ismail Shtakun nga Holanda. Miku Hasan, mund të vazhdoni dhe dal nga dalë edhe pak, dhe kemi kohë dhe do të përmbyllë emisionin. Atëre, po do të lexoj vargje, do të thonë, po me knasi, një poezi, edhe me këtë e mbyllim. Atëre, me që bo pak vonë miku Agim, edhe poezia titullohet Nesër. Kuptohet njërë metaforike. Po, me knasi. Nën muzgun e blert me hyje, mbledhi dhembjen e leckosur, metropolit shumë gjërsh, e vjeshtës sakatosur. E hije mbetur, me shpirt të zëmt, apo prej djalle. Vetëm kujtimi lidh nyje, me tund bulevardit, si gjethin e zverdhur, si një dram teatri, asi marinari, në detin e qmendur. Nesër do qaj talazet e fryra, drejt shtigjeve të malet, e do të vi drejt tejeve në gjindje, të pull balen. Vetëm bosqeshja jote, dardhani, e vret djallin. Nëna, veç nëna me frym e shiron djallin.
Faleminderit miku Agim për hapësirën, faleminderit dëgjuesve për Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve që na dhuruat këto poezi kaq të bukura dhe kohën që na dhurove dhe që ndrove bashkërisht deri në fund të emisionit. Turoj një mbrëmje të bukur, shpërmëzime të reja dhe miru dëgjofshim era të tjera. Natën e mirë, miru dëgjofshim, natën e mirë gjithë dëgjuesve, i falenderoj edhe një herë për durimin edhe për çështjet e këndshme që na i dhuruan. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Gjithashtu natën e respekt, natën e mirë. Natën e mirë themi edhe mikut e Hasan Inshallah dhe dal nga dalë të dashur dëgjuese, ne do të përshëndetemi edhe me juve, duke shpresuar që keni kaluar bukur, duke falenderuar për vëmendjen gjithsesi dhe duke ju lërë takim nesër mbrëma nga ora 20. Unë do të adhuroj një këngë të bukur për fund në shenjë respekti dhe me cilën ju përshëndes ngrohtësisht duke ju uruar natën e mirë dhe miru pjekshim, miru takofshim nesër mbrëma në orën 20. Jeton, jeto ku qezi,
Natë më të mirë